وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Vëllezër të nderuar, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë, atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devjon, ndërsa atë të cilin e devjon Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili meriton adhurimin përveç Allahut Xhelel Xhelalu dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fesnik. Vëllezër të nderuar, fillimisht për herë Jukuf Bajrami, sepse gjendemi ende në ditët e Bajramit. Ky Bajram, Kurban Bajrami i ka 4 ditë. Sot jemi në ditën e 12 të Dhulhijhes, dita e dytë e Ayyamut Tashriq. Dita e 9 e Dhulhijhes është dita e Arafatit. Dita e 10 është dita e parë e Kurban Bajramit e Dhulhijhes. Dita e djeshme ka qenë 19 Dhulhijhe, dita e parë e Ayyamut Tashriq. Sot është dita e dytë e Ayyamut Tashriq. Shkurt vëllezër, shumë shkurt, por çtu Ayyamut Tashriq, diçka pa dashur me zgjat. Allahu Azza wa Jall vëllezër çto 3 ditë i ka përmendur në Kur'an dhe na ka udhëzuar se çka me bën çto 3 ditë. Ka thonë wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dhe ju përkujtoni Allahun, dhe ju përmendeni Allahun, dhe ju përmendeni Allahun në ditët e caktuara. Për çdo ditët e caktuara, Ibn Omeri, po shumë dietar tjerë kanë thonë se janë me qëllim ditët e Teshrikut, ditët në të cilat gjendemi tash. Për këto pejgamberi alayhi salatu wasalam, konform asaj që përmendi Allahu xhelle xhelalu, që ka thonë innaha ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jall. Tha me të vërtetë këto janë ditë të hajës, të pijes, edhe të dhikrit ndaj Allahut Azza wa Jall, të përmendjes së Allahut Azza wa Jall, të hajës dhe pijes. Pse? Sepse në Bajram është këshillohemi të hajmë, të pimë, të gëzohemi me mirësitë e Allahut Azza wa Jall. Edhe pas përfundimit të adhurimit të madh, të ritualit të madh, të një shtylle prej shtyllave të fesë, të haxhit, na e gëzojmë këtë, e kremtojmë këtë, duke festuar me çka? Me çka feston njëri? Duke ngrënë, duke pirë. Edhe këtu për çdo ditë pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka ndalu me agjëru, la tasumu, ka thonë, mos i agjëroni këto ditë. Por sepse këto janë ditë të hajës, të pijes dhe dhikrit e Allahut Azza wa Jall. Prandaj edhe prej rasteve apo momenteve që e shohim ku e filtrojmë realitetin e dhikrit e Allahut Azza wa Jall në këto ditë, janë ku mas namazit vëllezër, është sunet i pejgamberit alayhis salatu wasallam që na ka mësuar, është udhëzim fetar që mas çdo namazi farz përmendet Allahu Azza wa Jall, të bëhen tekbiret. Kjo është e veçantë këtë ditë. Kjo fillon prej ditës Arafatit apo e shkon deri ditën e tretë, domethënë ditën e nesërme deri në 100 ditë, mas 100 ditës. Kjo është i definuar pas namazit që është dhikri. Këtu e shohim se është na udhëzon, na mëson, na edukon në dhikr ndaj Allahut Azza wa Jall, në përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Pastaj prej momenteve tjera ku i shohim dhikrin, ku del pa dhikri, në këto ditë është po ashtu gjatë therrjes së kurbanit, therrja e kurbanit, si për ata që janë në haxh, po ata që s'janë haxh, shkon deri ditën e nesërme, deri mbrëmje. Shkon, koha është koha kur mund me therr. Kur therr me çka thojmë? Bismillah, Allahu akbar, përmendet Allahu Azza wa Jall. Përmendet Allahu Azza wa Jall. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dhe përmendni Allahun në ditët e caktuara. Po ashtu kanë thonë dietarët, subhanallahu, shikoni, pasi që janë ditë të ngrënjes dhe pirjes, apo e kur të hajmë na, kur të pijmë, çfarë thojmë? Elhamdulillah. Fillim thojmë bismillah, në fund thojmë elhamdulillah, është dhikr. Prandaj Allahu Azza wa Jall, si na ka treguar pejgamberi alayhis salatu wasalam, Allahu e don kur robi i tij e han një ushqim edhe e falenderon Allahun Azza wa Jall për ato. Allahu e don, është i kënaqur me këtë. Edhe kur të pije diçka, kur ta falenderoj Allahun Azza wa Jall, dhe ayyamu aklin wa shurb, janë ditë të hajës dhe pijes. Pastaj po ashtu ku del pas janë ditë të dhikrit. Subhanallah, në praktik, do të thonë udhëzohemi. Këtu tash specifik për haxhilerët, kur shkojnë me gjujt gurt, ata njerëzit disa halo po mendojnë se aty është shejtani, iblisi. Ajo është për me përkujtuar Allahun Azza wa Jall, është simbol për me përkujtuar Allahun Azza wa Jall. Dërsa çtu vëllezër, duhet me pas kujdes, edhe mos me shpërndajt nga për rrjetet sociale, disa skena që po i bojnë disa, me dashje, pa dashje, me qëllim, pa qëllim.
po bojnë skena të ndryshme aty duke gjujt kishe po gjun, po lujn. Hajgare kjo është. Hajgare me ritual prej ritualeve të fesë. Edhe nuk lejohet as me shpërndajt. Kishe po bën diçka humor. Nuk bëhet humor me këtë gjëra. Duke marr hov prej largu disa që po i shifni ndoshta i keni pa. Duhet të pas kujdes në çdo gjëra. Aty e përkujtojmë Allahun azza kur ti gjujnë ngurt ata që në haxh. Këtu vazhdon ditët e teshrikut i gjujnë ngurt. Prej masi që për mas drekës, mas që të kaloj zenitin dielli, fillojnë me gjujt ngurt. Çdo ditë është në ditët e teshrikut. Edhe në fund vëllezër, Allahu azza wa jall, shiko, kjo është tash në ditët e teshrikut ndodh. Pse? Sepse kur ti kryjm haxh, kur kryen haxhi apo ibadetet e haxhit. Ka thonë Allahu azza wa jall, kur ti kryeni ju ritualet e haxhit, apo ka thonë përmendni Allahun azza wa jall. Ashtu qysh i përmendni prindrit tuaj, po edhe më shumë bile. E disa thot Allahu azza wa jall kanë tregon disa thojnë bojnë lutje, Rabbana atina fid dunya hasana. Shiko, thojnë vetëm në këtë dunja. O Zot, jemi të mirë veç këtë dunja. Intereson veç këtë dunja. Nuk intereson fare ahireti. Veç ti kënë punë të mirë këtë dunja. Veç ti kënë pasuri këtë dunja. Veç ti kënë kushtet e mira këtë dunja. Veç ti bujë renën këtë dunja. Nuk i intereson fare ahireti. Bile edhe e sakrifikon ahiretin shpesh për me arrit diçka në këtë dunja. Shiko, për këtë lloj të njerëzve, Allahu azza wa jall thonë që për me çështu edhe dojnë këta. Do çka po don çata pa arrit. Çata Allahu azza wa jall, këta në ahiret s'kan asgjë. Në ahiret s'kan asgjë sepse s'po dojnë ahiret me pas diçka. Veç këtë dunja po dojnë. Veç këtë dunja po dojnë. Çata po don, çato kemë pas. Edhe kështu lutem, Rabbana atina fid dunya hasana. Shiko, o Zot, jepna të mira veç në këtë dunja. E Allah thot, për këta nuk ka asnjë të mirë në botën tjetër. E disa tjerë, thot Allah azza wa jall, thojnë Rabbana, shiko këtë lutjen që është që jemi të udhëzuar me shpeshtu. Edhe këtë edhe në gjatë tawafit prej Ruknul Yaman deri Hajarul Aswad, aty te guri i zi që pjesën është sunet është me përsërit. Edhe kanë këshillu pejgamberi alayhis salam shumë është lut me këtë lutje. Përmban shumë të mira kjo lutje. Edhe e thojmë shumë muslimanë edhe e thojnë namaz, edhe shumë mirë me thonë namaz. Në fund Rabbana, prej tyre ka që thojnë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zoti jon, jepna të mirë në këtë dunjë. Të mirë e kësaj dunjë dietar kanë thonë këto hyn krejt. Gjithçka që është e mirë, që është e dobishme, këto hyn. O fil akhirati hasana, dhe në ahiret të mira. Wa qina adhaban nar, dhe mbrona prej zjarrit, prej dënimit të zjarrit, dhe mbrona prej dënimit të zjarrit. E këtyre, shiko, këtyre thot Allahu azza wa jall do t'i jepet shpërblimi për atë që kanë bërë. Edhe Allahu azza wa jall, Allahu jalla jalalu, është i shpejt në llogari. Edhe në këto ditë vëllezër, në këto ditë, do të thonë kjo është tash një lutje që përmendi Allahu azza wa jall, apo masi që të kryen ritualet. Tash shumica a ditë Arafatit, do të thonë që është baza e haxhit. El Hajju Arafa, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Haxhi është Arafat. Pastaj dita e parë e Bajramit ku kanë gjujt xhumaratin e madh, edhe kur kanë tawaful ifadë, tawafin e haxhit, kur këshillohem çfarë ditë me bë, von shumica e adhurimeve të haxhit janë kryer, apo? Tash vetëm se gurtën do të vazhdu. Tash kur po kryen çdo ditë të teshrikut që jemi, që Allahu po na mëson me lut Allahun azza wa jall, edhe çysh me lut, jo vetëm për këtë dunjë, po për ahiret. Për ahiret, sepse ahireti wal akhiratu khairun wa abqa, sepse ahireti është më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Çka na vjen kjo dunjaja të kitë mirë të dunjës më i pas. Nëse në ahiret nuk e kemi punë të mirë. Tregu pejgamberi alayhis salam, veç se një moment kur ta fuse atë që ka pas të në të mirë të kësaj dunjës, kur ta fuse në zjarr, në xhehenem, edhe veç e fut edhe e nxjerr, veç kështu, e fut edhe e nxjerr. Edhe kur të pyetet prej Allahut azza wa jall, ke pas diçka të mirë këtë dunjë? Thotë jo, kur s'kam pas diçka të mirë. Nëse ai që ka hek më shumë ti këtë dunjë, ama i ka pas punë të mirë me Allahun azza wa jall, ka pas raporte të mira me Allahun azza wa jall. Shiko, veç e fut Allahun në xhenet edhe e nxjerr, ata ke pas një hek, një vështirësi, një mundim. Thotë kur, o Allah, kur s'kom pas. Prandaj, thonë qëllimi kryesor është ahireti. Ndërsa të mirë të kësaj dunjës, edhe të mirë të kësaj dunjës bën, ama duke mos e harru Allahun azza wa jall, duke mos ia kthy shpinën Allahut azza wa jall, duke përmbajt rregullat e fesë, duke përmbajt parimeve të fesë, duke mos i shkel parimet e fesë, obligimet e fesë me dy kom, duke dashur me arrit diçka për ndonjë të mirë të kësaj dunjës. Me sakrifiku fen për shkak të kësaj dunjës.
Në këto ditë vëllezër, çështja nxjerrën prej Kur'anit famëlart, është mirë me lut Allahun azza wa jall. Është mirë me lut Allahun xhella xhelalu, sepse janë ditë të caktuara, janë të përmendura, janë ditë të veçanta.